Pasha duket që u përfshi pak a shumë në këtë rrugëtimin tuaj politik për zgjedhje e 11 majit si pa dashje. Doli një lajm që do të merrte partinë e tjera me radhë. Kjo është ka diçka të vërtetë në këtë mes? Tani jo, po në fillim, çfarë ka qenë e vërteta konkrete? Asgjë të vërtet në lidhje me mua dhe partinë time. Po. Kjo është kategorike, jo dhe e prerë. Një gazetar në studion e Top Newsit doli deklaroi që kam dëgjuar në sallonet e partive që Lulzim Basha bleu ose mori me qira Aleancën Demokracia e Re. Aleanca Demokracia e Re deklaron një herë dhe mirë. As nuk shitet, as nuk blihet dhe as nuk jepet me qira. Jo për Lulzim Bashën, po për askënd. Dua të sqaroj dhe marrëdhënien time me Lulzim Bashën dhe gjithë politikanët shqiptar. Për sa kohë unë jam në këtë standard dhe në këtë pozicion si politikan shqiptar, ndoshta jo i nivelit lart, unë ndaj miqësi dhe shoqëri me të gjithë. Kjo nuk do të thotë se të konsumosh një kafe, të bësh një bisedë, të ndërtosh një marrëdhënie me dikë, kjo ka të bëjë edhe me organizatën në cilën ti merr pjesë. Kjo është krejt e ndarë nga ajo punë. Nëse unë kam pirë kafe me Enkeleda Liben, Dashejn, po them Lulzim Bashën dhe shumë eksponentë të tjerë, pozitës dhe opozitës, kjo nuk do të thotë se ne kemi biseduar për organizmin cilin unë drejtoj, që quhet Aleanca Demokracia e Re, dhe aq më tepër për nismat, iniciativat, vendimet që ne i marrim të gjitha bashkë si grup, dhe nuk jam unë ai që mund të vendos asgjë në lidhje me forcën politike që drejtoj, sidomos në marrëdhënie me të tretët. Mundësia hapësira online e gjitha platformat dhe ju e dini që hapësirat online janë gjithmonë ato të cilat po mbizotrojnë, sidomos kohët e fundit gjitha platformat, YouTube, Instagram, Facebook e gjithkund tjetër. Mesazhe drejt për drejt për votuesit tuaj, për ndoshta edhe për qytetarët e gjerë që kanë në mendje të po them shumë pikë pyetje kujt e japin votën. Mesazhi drejt për drejt është vota për Aleancën Demokracia e Re, vota për kandidatët e kësaj force politike, vota e mbështetur në informacionet e plota mbi organizmin tonë, sepse ne jemi prezent në të gjitha mediat sociale, me website, me Facebook, Instagram, edhe TikTok deri ditën që TikToku do ndalohet, që do të thotë ne jemi aq transparencë, aq me integritet, aq të identifikueshëm si forcë politike, si nivel përfaqësimi, si po them standard intelektual, sa që do të ishte mirë ne të gjeni mbështetje tek populli shqiptar, të gjeni mbështetje jo vetëm tek pjesa gri, tek pjesa indiferente, por të them vërtet me bindje, edhe tek pjesa e zhgënjyer militanteske e dy forcave të mëdha politike. Nuk do të ishte keq. Ndryshimi vjen gjithmonë për mirë. Nuk ka ndryshim për keq, jeta ecën përpara. Janë ligjet biologjike, janë ligjet e evolucionit që përcaktojnë se më e mira gjithmonë shkel mbi të vjetrën. Dhe ne ti je sigurt, ne jemi e reja, ne jemi të rinjt, përjashto vetëm mua si moshë biologjike, po gjithë të tjerët pasuesit e mi, të cilët jo me shpresë, po me angazhim solemn do të marrin në dorë fatet e Aleancës Demokracia e Re dhe fatet e politikës shqiptare, fatet e administrimit shqiptar, do të jenë moshë e re biologjike dhe mendësi e re politike dhe administrative. Faleminderit.